Mirë se erdhët. Sot do të flasim për diçka që besoj e prek secilin prej nesh në një mënyrë a tjetrën. Do të zbërthejmë paradoksin e jetës moderne. Si ka mundësi që, megjithse jemi të rrethuar nga pasuri dhe teknologji pafund, lumturia jon nuk është rritur në të njëjtin nivel? Madje, nganjëherë, duket sikur ndodh krejt e kundërta. Le t'i futemi direkt në thelb me pyetjen kryesore që do t'na udhëheq. Pse? Pse kaq shumë njerëz ndihen më pak të përmbushur? Edhe pse jetojmë në epokën më të begatë dhe teknologjikisht më të përparuar të historisë njerëzore. Kjo është një ndjenjë që e hasim kudo, dhe psikologjia moderne, faktikisht, ka disa përgjigje goxha befasuese. Mirë, për ta kuptuar këtë fenomen, nën duhet të gërmojmë pak më thellë, përtej asaj që shihet në sipërfaqe. Sigurisht, ratija materiale është në nivele të paimagjinueshme më parë, por, nga ana tjetër, treguesit e shëndetit mendor, si ankthi dhe depresioni, janë vetëm në rritje. Ky është një paradoks i vërtet, një enigmë që psikologë të mëdhenj si Daniel Kahneman dhe Martin Seligman janë përpjekur ta deshifrojnë. E ja ku qëndron thelbi i gjithçkaje. Studimet e tregojnë shumë qartë se pasi plotësoar nevojat tona bazë, lidhja mes parave dhe mirëqenies psikologjike fillon e zbehet ndjeshëm. Duket sikur progresi material dhe ai psikologjik nuk po ecin me të njëjtin hap. Po atëre, çfarë po na pengon? E po, këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Kjo pakënaqësi që ndjejmë nuk është thjesht një emocion i rastësishëm. Ajo është rezultati disa mekanizmave psikologjik shumë të fuqishëm. Këto janë si kurthe mendore që na fusin në një cikël të pafund dëshirash dhe zhgënjimesh. Le t'i shohim me radhë. Një nga fajtorët kryesor quhet adaptimi hedonik. Tingëllon pa komplikuar, por ideja është shumë e thjeshtë. E dini atë ndjesin kur blini një makinë të re ose merrni një promovim në punë. Ndjeni në qiellin e 7 apo jo, por sa zgjat. Shumë shpejt, ajo gjëja e re bëhet thjesht normalja. Shembulli më i mirë për këtë janë fituesit e lotarisë. Pas asaj euforisë fillestare, shumica kthehen saktësisht në nivelin e lumturisë që kishin më parë. Truri ynë thjesht përshtatet. Mekanizmi tjetër është krahasimi social. Kjo nuk është diçka e re. Njerëzit gjithmonë e kanë matur veten në raport me të tjerët, por mediat sociale e kanë kthyer këtë në një sport ekstrem, 24 orë në 24. Papritur, nuk po krahasohemi më me komshiun, por me versionet e kuruara dhe perfekte të jetëve të miliona njerëzve online. Kjo krijon një lloj ekonomie statusi në kokën tonë, ku kënaqësia nuk vjen nga ajo çfarë kemi, por nga ajo çfarë kemi më shumë se të tjerët. Dhe kjo është një lojë që nuk mund ta fitosh kurrë. Dhe sikur të mos mjaftonin këto, ushtohen edhe sfida të tjera moderne. Jeta në qytetet e mëdha shpesh na bën të ndihemi më të izoluar. Teknologjia na bombardon pa pushim me informacione, duke na shkaktuar mbi ngarkesë dhe anks. Jemi të rrethuar nga pafundësi zgjedhjesh, por shpesh na mungon një ndjenjë e qartë kuptimi dhe qëllimi. Për më tepër, truri ynë është i programuar biologjikisht i kushtoj më shumë vëmendje rrezikut dhe negativitetit se sa pozitivitetit. Një mekanizëm mbijetese që sot na mban në një gjendje stresi konstant. Në rregull, e diagnostikuam problemin. Tani, le të kalojmë te zgjidhja. Psikologjia pozitive nuk merret vetëm me atë që nuk shkon tek ne, por studion thellësisht se çfarë i bën njerëzit të lulëzojnë. Dhe ajo që kanë zbuluar është se çelësi nuk qëndron te faktorët e jashtëm si pasuria, por te bota jonë e brendshme dhe te marrëdhëniet që ndërtojmë. Ky citat nga një studim i Harvardit që ka ndjekur jetën e qindra njerëzve për më shumë se 80 vjet, është ndoshta zbulimi më i rëndësishëm në gjithë shkencën e lumturisë. Përfundimi është i qartë dhe i prerë. Cilësia e marrëdhënieve tona me familjen, miqt, komunitetin është parashikuesi më i fortë i lumturisë dhe jetëgjatësisë. Më i rëndësishëm se parat, fama apo çdo lloj suksesi tjetër profesional. Këtu duhet të bëjmë një dallim thelbësor. Ekzistojnë 2 lloje lumturie. E para është lumturia hedonike. Kjo është kënaqësia e momentit, një akullore e shijshme, një film që të bën për të qeshur, është e mrekullueshme, por shkalimtare. Nga ana tjetër, kemi lumturinë eudaimonike, një koncept që na vjen që nga Aristoteli, e cila lidhet me ndjenjën e kuptimit, qëllimit dhe rritjes personale. Kjo është një formë mirëqenie shumë e thellë dhe më e qëndrueshme, sepse nuk varet nga stimujt e jashtëm. Atëherë, pyetja shtrohet: si mund ta kultivojmë këtë formë më të thellë dhe të qëndrueshme të lumturisë? Për fat mirë, psikologjia na jep një sër mjetësh praktike, të gjitha të bazuara në kërkime shkencore. Le të shohim disa nga shtyllat kryesore. Sipas një teorie shumë të rëndësishme,
Të gjithë njerëzit, pavarësisht kulturës, kanë 3 nevoja themelore psikologjike. Së pari, autonomia, ndjenja se jemi ne pilotët e jetës sonë. Së dyti, kompetenca, ndjenja se jemi të aftë në ato që bëjmë dhe se po përmirësohemi. Dhe së treti, lidhja, ndjenja e thellë e përkatësisë dhe të qenit të lidhur me të tjerët. Kur këto 3 nevoja plotësohen, motivimi dhe mirëqenia vijnë pothuajse natyrshëm. Përveç këtyre, ka edhe disa përbërës të tjerë kyç. Për shembull, gjetja e një qëllimi më të madh se vetja, siç thoshte psikiatri Viktor Frankl, përjetimi i gjendjes së rrjedhës ose flow, ato momente kur jemi kaq të zhytur në një aktivitet saqë harrojmë kohën. Praktikimi aktiv i mirënjohjes që na ndihmon të zhvendosim fokusin nga ajo që na mungon tek ajo që kemi. Dhe sigurisht, kujdesi për trupin, ushqimi, gjumi, aktiviteti fizik, sepse truri dhe trupi janë të pandar. Në rregull, pra çfarë kemi mësuar deri tani? Le ti përmbledhim shteti det kryesore edhe të reflektojmë pak mbi atë se ku qëndron sfida jonë e vërtet si individ dhe si shoqëri. Përfundimi kryesor është ky: të kërkosh lumturinë vetëm përmes arritjeve të jashtme, është si të përpiqesh të mbushësh një enë me vrima. Nuk mbushet kurrë. Lumturia e vërtet, ajo që zgjat, është një punë që bëhet nga brenda. Ajo ndërtohet ditë pas dite, përmes cilësisë së marrëdhënieve që krijojmë, ndjenjes së qëllimit që kemi dhe angazhimit ton për të rritur si njerëz. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të menduar. Cila është sfida e vërtetë e kohës sonë? Të vazhdojmë të përqendrohemi vetëm te rritja e standardit material, apo të fillojmë të investojmë me të njëjtin seriozitet dhe energji në kultivimin e mirëqenies sonë psikologjike dhe sociale? Ndoshta, por vetëm ndoshta, përparimi i vërtet nuk matet me atë që kemi, por me mënyrën se si ndihemi. Ju faleminderit.